Mirëmëngjesit, mirë se keni ardhur, ju ftoj që të ngrihemi në këmbë, do ta nisim këtë shërbes me këngën me numër 108, 108. Kënga me numrin 108, Qengji I përsosur I Perëndis. 108.
Do të vazhdojmë me këngën tjetër. Edhe është kënga me numrin 125. Jepni lave Jezus shpengimtar. Kënga me numrin 125. Që në shekullin e parë, ka filloj për ne viti, qa viti filloj? Viti 0. Dhe është një këngë ose është një ide e trashëguar brez pas brezi, sepse fëmijët javën e fundit të Krishtit, besoj keni parë çik dekorin që është pak ndryshe për këtë javë. Kjo është ajo që njihet si java e fundit e Jezusit, i cili jetoi 33 vjet këtu në tokë. Dhe pastorandi ja kaloi, është 34 apo jo? 35 po shkon, ja kaloi Krishti e dha jetën, 33 vjeç, shkoi në kryq dhe kur në javën e fundit, që është pikërisht kjo javë, siç jemi këtë diel, ishte hyrja e tij si mbret. Kemi folur këtë javë për Jezusin mbret në mbretër. Kush ishte javën e kaluar pam se duhet vinte mish. Se duhet vinte mish, e marrë më. Se mishi është i dobët, se mishi na turpron në fund, dhe më i keq e madhe mishi prishet, dalë. Dhe Krishti erdhi në trup që t'ishte qengji i përsosur se ato nga e parë që të nduam. Dhe tani ke java fundit, kur hyri si mbret në Jeruzalem, që e pritën si mbret, atë që të Krishtonin një javë më vonë, disa fëmijë, pasi bëri hyrjen, ata shkuan prorisën dhe shkuan tek Jezusi. Dhe Bibla thotë dishepujt i penguan ata. Jo gjithë
keq apo jo? Edhe i thanë, o, prisi, lërë një qetë Jezusin. Kur Jezus i tha, lërë një fëmijët e vegjël tim të punë. Për të tillë është mbretëria e qiejve. Tani, kush njeh fëmijët e vegjël, ka shumë të meta. Është apo jo? Janë fëmijë, po prap ka një lloj pastërtie, ka një lloj besimi, dhe shpesh herë jemi ne të rriturit, fatkeqësisht, unë gjithmonë më shumë po rritem dhe po e shoh te vetja, tek dieta po rreth nesh. Jemi ne që i nxisim her pas here, jemi ne që ndonjëherë i lëm pas dore më shumë se ç'duhet, ndonjëherë i mbrojmë më shumë se ç'duhet, ndonjëherë duam që vetëm ata dalin parët. Dhe jemi ne që i ngremë ca pritshmëri, s'po them, mos i motivojmë, mos dalin ndonjë sot çapo thua, se punoni me fëmijët e tu. Është vështirë punosh me fëmijët. Do të them ndonjëherë jemi ne prindrit që duhet i lutemi Zotit preki zemrën e tyre, edhe të jemi si thot Krishti, se nuk e tha kot, që nëse nuk bëhemi si fëmijët e vegjël, nuk do të hyjmë në mbretërinë e Perëndisë. Gjora si që vogël se 15 vjeç tani. Edhe po rritet me shaka po. Duhet të mësojmë pak nga fëmijët. Keni parë fëmijët duan të luajnë, fëmijët duan të rrinë bashkë, fëmijët duan të besojnë, fëmijët duan të kalojnë mirë, dhe imagjino kjo kënga, të po them, ishin disa fëmijë që erdhën te Krishti për të lavdëruar atë, dhe kjo është dhe simbolika sot. Mirë, këtë javë që vjen, të mërkurën kemi darkën e Zotit, nuk e di, mund na ndihmoj çimi me të pamjen. Po, për të kujtuar, sot është hyrja e Krishtit nga vjentarët në Jeruzalem, si mbret. Të mërkurën do shohim darkën e Zotit, kujtat i shembujve se si ai do kapej dhe do vritej për mëkatet tona, dhe pastaj ditën e diel është dhe ringjallja e tij, dhe është manicë, fakt do flasim javën tjetër për ringjalljen, dhe është shpresa jonë. Është fitoria mbi vdekje, nuk është një sër ritualesh, nuk është një sër aktivitetesh që bëjmë kish, po ai u ringjall në mundi vdekje, dhe kemi dhe vargje për rreth që mund na inkurajojnë në këtë gjë. Atëherë mund vinë ndoshta 2 djem, shpërndajmë në temë që këtu. Një shkatër dhe pastoranti. Që jemi ne të moshuarit se rrofë. Që që të mundohemi të jemi vetë, të mërkurën në orën 6 edhe gjithashtu të dielën në orën 11. Mund të ftojmë dikë, kush do më shumë ftesa, mund të marri 2-3, por lutja e madhe është që të rritemi vetë duke adhuruar Krishtin, duke njohur atë si mbretin e zemrës tonë, edhe duke ftuar të tjerë. Javën tjetër shpresoj të kemi edhe pak ndër tani 2 paksime që po flitet. Njëra është Malena, prandaj ka ardhur dhe motra sot, i ka ardhur të kontrolloj që do dali nga uja jo apo s'do dali. Kjo është faktoria. Si ka motra se nuk Mirë. Faktoria nuk është aq e thellë, dakor? Malena do dali, por edhe pakzimi është një tablo e mrekullueshme e asaj që bëri Jezusi para 2000 vitesh. Tregoi me ujin vdekjen e tij në kryq, varrosjen ku gjytet dhe ringjalljen me anë të tij. Që të lutemi për Malenën dhe Suendin, që Zoti t'i preki edhe të jetë një ndjekje e mirë, që të jetë këtu pakzohen, se jetësh çast vonati, disa e shtyn, disa por Malena dhe Suendi kanë vendosur që të jetë bekim ditën e Pashkës, të shohim edhe një paksim. Mirë, atëherë le të lutemi, nëse s'kemi gjë tjetër. Të durim kokën, mbyllim sytë dhe lutemi. O Zot, falenderoj edhe një herë o Perëndi për mirësinë tënde. Falenderoj o Zot që u shohim Biblën, ne jemi trashëgimi e këtij besimi të vërtetë o Zot, e këtij bekimi o Perëndi. Falenderoj për Krishtin o Zot që erdhi në mish për të vuajtur si ne, për të qenë si ne, edhe shka që vështirë për mendjet tona njerëzore të kuptojmë o Zot, si mund vish ti në trup. Dhe nuk kuptojmë që ti je i përjetshëm, ti je i kudo ndodhur, dhe ti mori një trup në Krishtin për të marrë pagën e mëkateve tona, për të marrë ndëshkimin e mishit tonë o Zot. Dhe ti je qengji përsosur për ti. Falenderoj për të javë që jemi mbledhur funkisht, derisa sot do flasim për hyrjen tënde triumfuese, do flasim se si ne njerëzit e shkuptojmë, duam bekime fizike dhe harrojmë për atë që është më madhe, bekimi shpirtëror o Zot. Beko Perëndi fëmijët e vegjël, beko ne të rriturit që punojnë me ta, na jep një zemër si të Krishtit o Zot, që është një zemër
mësojmë ca gjëra nga fëmijët e vegjël që duan të shijojnë, duan të luajnë, duan të kalojnë kohë bashkë. Nuk e kanë ata presionin, shpesh kemi ne të rritur presionin që të çojmë mbi ta. Që na ndihmon të kemi balancën e duhur o Zot, si ti motivojmë. Jo vetëm për veten e tyre, por për mbretërinë e Perëndisë. Për të qenë një shok, një shoqe e mirë, për të qenë një shembull o Zot, edhe në fund puna jote të ecë o Perëndi për fitimin e shpirtave. Edhe të jetë paqen tënde të bekuar o Zot. Falenderoj Perëndi për këto ftesa që shpërndam, na ndihmo të ftojmë ditë o Zot. Bekoj Perëndi edhe Malenën, edhe Suendin që kanë vendosur të ndjekën ty në anë pagëzimit. Ndihmo Zot që të jetë një shërbes e bekuar edhe tjetër që ky vendim që ato do marrin. Të jetë një nga vendimet më të rëndësishme të jetës o Zot. Ku ka më mirë se sa të ndjekësh shembullin e përsosur. Njeriu pa mëkat, që vdiq për ne mëkatarët. Ty qoftë lavdia o Zot, ndërsa këndojmë në emër të Krishtit lutem. Amen. Në lartësi.
japim Zotit. Kërkojmë të japim me një zemër të gëzuar dhe kërkojmë vllachimit që të lutet për ne, të lutet. Kënga e radhës, kënga në numrin 6, Qemër të lavdishëm ke. Ata që do të rinë në shërbes mbajni afër. Edhe pse i bën. Mirë? Mirë, le të lutem edhe një herë. O Zot, lutem na prek mendjen o Perëndim. Lutem o Zot na prek zemrat, kuptojmë të vërtetat e tua o Zot, nuk janë gjëra që kuptohen thjesht nga ne nga ana njerëzore, por kemi nevojë o Zot për uljen veten, të marrim ca mendime nga fjala jote o Zot, edhe të heqim ca mendime tona të vjetra ndoshta, mendime që nuk janë të perëndishme. Na rrit o Zot, përsa mësojmë, na ndihmo të besojmë më shumë te Krishti, në emrin tënd shmuar lutemi. Amen.
janë shumë të motivuar për jetën për të arritur gjërat. Kur fillon martohesh, ke fëmijë, ke jo vetëm shoqërinë tënde, jo vetëm familjarët, ke punën, ke edhe njerëz të tu, ke edhe njerëz të gruas tani, ke edhe situata. Fillon kupton që ore zgjedhje kollaj. Me gjëra fjala s'kam gjë me njerëz të gruas për momentin, se nuk e përmend ta për atë. Sot do njëri çka ke. Dhe fillon kupton që në fund fare që nga vështirë zgjidhësh gjërat e jetës. Nuk e për të zgjidhur, unë jam goxha e ri ende, nuk po them se jam si drita që po shkon ke 70-ta që nga vishohet vetëm nga di Zotit, po kap gjysha ime drita e ka 88 do tani. Them hajde ju, a do vitë ke 88-ta, por kupton, duke u rritur, kupton, ore nuk do e zgjidhim gjitha gjërat ato. Kur i shohim me sy njerëzor, nuk do i lëm gjitha rregull. Shpirti yt, mendja jon, nuk e di as do një këtu që ka mendjen e qetë. Edhe ai që kishte në Bibël, që tani që rregullova gjitha, ha shpirtin, pi, ngopu, i shtrove pasurit, shtëpit, hambaret, pra të vijë shpirti yt do kërkohet. Se sikur të gjitha thonë se aty lën rregull, shpirti yt do kërkohet. Dhe është kaq e vështirë të jetosh një paqe, për të thënë fjalën paqe një herë, kesh një paqe të mendjes, kesh një paqe shpirtërore, kesh një paqe emocionale. Nuk e di kush është këtu nga ne që e ka gjetur këtë kollaj. Sigurisht ata që janë prej jush të rritur në Krishtin e kuptoni që aty është shpresa. Prandaj këtë ditë është për kujtuar hyrjen e Krishtit si mbreti apo princi i paqes. Por është kaq e vështirë të gjesh paqe edhe kur je në besim. Qofse jemi realist me çfarë ndodh rreth jetës tonë. Dhe kur shikonim dikur filma, kur ishim të vegjël pak, ose dhe ju më të rinj, tani më filma që shikonim gjithmonë kishte psikologu, apo psikologën, tani më përpara, këtu ende, pakën pjesa më e madhe, nuk e dinim këtë pjesë. Është shua për bugënjita. Jo se s'ka pasur, po thoshim që janë të psikologë, kur shikonin njerë për përpara. Në tani kupton që kudo flitet për psikologë, në për shkolla, në për spitale, dhe po flas për nevojët. Nuk po them se psikologët, si ne besimtarët, si çdo profesion, kanë të mirat dhe sprovat e veta. Por kudo gjon fjalën psikolog. Sepse ne njerëzit kanë frikë se ne të gjithë jemi për psikolog, më thonë sa, për motivime kanë fjalën, apo jo, psikologjik po thoja. Dhe mos harroni që psikologjia më e mirë vjen nga fjala e Perëndis. Është manim që të shohësh se si të gjitha parimet më të mira të psikologjisë vijnë nga Bibla. Nëse vini ose jam takuar me psikolog, kam takuar me psikiatër, kur çova gjysmë, që nuk ishte po janë fillojnë që ka do të moshës. Edhe madje është me shumë të tonë, po ka ato momentet e veta dhe gjithë kemi ato sprova tona. Dhe aty më gjëja ca gjëra, në mënyrën si komunikon dhe ai. Por kur vjen te psikologu për shkak çfarë thon para shumë? Ka probleme ndryshme, po thon si të sillesh, thon si të mendosh, thon si të kontrollosh veten, thon për shkak të falësh, thon të japësh, ka raste duhet hapesh me njerëzit. Ka raste duhet ndash sprova që ke. As janë biblike gjitha këto? Dash meta që ke ndoshta, është motivim të bën mirë kur hapemi. Për këto gjëra. Dhe pse them? Sepse çfarë do të arrim të jetë dhe kur tham psikologët, sidomos vitma që vinin nga perëndimi, ne mendonim çfarë mendonim. Që janë rregull, le kanë, punojnë, dhe pas të konceptet apo jo. S'kan halle, ta s'diku çem paren, dhe ndërkohë filmat ose jeta psikolog që ta ndeni. Sepse njeriu nuk ka për ta gjetur, prandaj them, nuk jam ke mosha që do t'ja ke kujtimin tani, të tham që e kuptoj nga Bibla më shumë, që nuk do zgjidhim deri në fund të jetës gjithë hallet dhe problemet tona. Truri, shpirti, emocionet tona kur nuk do jenë stabil nga gjërat e përditshme njerëzore që bëjmë. Dhe fjala e Zotit thotë që problemi më i madh që ne kemi, është mëkati, po çfarë është? Është shkëputja jon nga fjala e Perëndis. Është shkëputja jon nga të vërtetat e Zotit. Njeriu nuk mund të ketë kurrë paqe, por nuk njoh realisht Zotin. Sepse ai është krijuesi yt. Ai është ai që e di si ne funksionojmë më mirë. Ne kemi thënë të rinjtë dinë me kompjuterin. Nuk mund ta përdorësh kompjuterin si do ti. Ka një mënyrë si vizet, apo jo, ka një mënyrë do presësh si të hapet, si funksionon, do njërë duan të hapim shumë komanda, dhe fillon hutohet, sidomos kompjuterat e vjetër.
çdo gjë që ka një manual, është krijuar që të funksionojë, po mendoja për makina. Erdhi mbrapa dhe lavdi Zotit që erdhi pak më së tem. Hajde se ti na ndihmon me transportin, po më shumë për i përsëris si për erën dhe për ju është jemi këtu që fjalë e Zotit. Kjo është baza. Dhe po mendoja për makinën. Nuk funksionon makina se duam të jemi muajnë. Ai vjen nga punë me benzinë, apo jo? Ai vetë shukrat në makinë. Ai gjë kupton. Apo jo? Jo të jenë rrugë se është më i lirë ujë, mbi çik po barku. Nuk funksionon ashtu. Ose janë bërë gomat në Shqipëri, kur vinin ta fillim të takuan pastorët tuaj, deri në fund goma. Të rrafshohet bëhet si pasqyrë, e ke parasysh? Pastaj ta blen, se janë shtrenjta. Vinte pastori ku ai qenë pastor Davidi, po dhe pastor Majku mbrapa, dhe thoshte shifte gomën ai, dini që gomat kanë të lulet. Ha? Kanalet lule quhen, forma që të kapin tokën, që të kenë fërkimin. Nëse, janë hëngër pak të, do blen të reja. Qa thot ty? E ku flisim e këta burra shoferat e lajtë, se nga të konsider shofer. Qa thonë të një? Po të nejë Muhammed pastor Majku për shumë. Oj, vi që të lule dhe makinës të gomave të qia. Të ndru, ti ndroj to, pa u bërë pasqyrë, dhe rezikojmë jetën. Rezikojmë jetën. Duam të jedhim ujë, makina nuk punon në ujë. Dhe nuk gjem paqen. Njerë, ishte makina qimit, ashtu aja pësë është. Ja se është po merë me fmirë. Ishte makina qimit, shkuam karburant, se po ja përdorni pak, se tonë të tashiste, të isha me lindën. Shkuam karburant, dhe i thash, isha dhe i karkuar punë të vizit, duke i thash jeni benzinë është, me benzinë, dhe lafti Zotit tani kanë bërë që nuk tynë, për shumë e naftës, nuk tynë ke benzina, se kanë pas gatruar. Dhe po t'i fuzësh makinës së benzinës, naftë e shkatrove. Edhe fillova duke e soni aja të qimë. Fillova duke e soni makina qimit, që po ishte dhe qik era, ishte dhe pak shpejt, a i ta jepi makinës se të shpreje qik, të parasysh pastrojnë tubat. Dhe tash, vini mënde e gjithë rrugës. Ikëm me majlindën, po vinim, ishëm t'i kuptu ke rrugë e pasanit, u ktheva, shkova prapë me karburantit. Se kishte një shumë çuditshme. Do të s'ka qenë benzina mirë. Ore, i hodhe benzina dhe nafta, më në ta se makina tjetër. Sa po prish motori, ikën 3.000 euro, sa 4.000 euro makinë. Edhe e ti unë që jemi në zemër mirë, po thotë më duhen legët. Ty shok kam. Nuk e qëri keq, shok kam, jemi miq vjetër, po duhen. Dhe, sepse po t'jirë të naftë, dhe lavdi Zotit ishte benzinë. Në benzinit ashtë, po e mbaja mundu tani që tash ti, edhe ai lodhur, iki makine si makine, keni parasysh? Dhe nuk funksionon, të po them, dhe jeta jonë. Dalim të këtë gratë, se më kujtuan se gratë, i ka të makina dhe, bravo. Po të gatimi, ti do të bësh diçka, ka ato për bërësit e vetë, sepse nuk të del as torta, as byreku, bëne, as supa, as baklavaja. I kush edhe mu qeshë, do të qenë të muhabete. Po kjo është jeta reale, pra. Nuk del si duhet, ajo që ne duam të kemi ose të bëjmë. Po kështu është dhe me jetën tonë. Kur, i vjen keq, kur, nuk do gjem paqen e përsosur. Luftojmë sa të duam, dhe pse tash psikologët në botë perëndimore edhe të janë shtuar shumë. Më të pasur u bën ata, nuk e se zgjidhen. Fëmijët qanë dhe njerë në shkollë, kokosh për një shok që i ngacmon, për një mësues që nuk sillet si duhet, ka raste, nuk po them. Prindër të dikujt, dërin më shumë se ç'duhet, dhe thonë, sa të mbaroj tu, ose prindër thotë, sa ta heq nga kjo shkollë, ta rregulloj tu, dhe njerë duhet i lëvizim, sepse ka raste që ka shumë problem. Duhet kuptoni, e kuptoj se ç'ndodh me një fëmijë dhe me shkolla, tre pasere. Por, do ikin një shkollë tjetër, aty do vira, sa ndroj dhe mësuesit. Do dalin një shok tjetër, do dalin një shok tjetër, do dalin një mësues tjetër, ndoshta që të mërzit. Do ikin nga shtëpia, sa të hikin 18 vjeç, e keni thënë ndonjëherë ju trin. Sara qeshja, tash u sill e ka thënë. Sa të hikin që ndërtoj jetën time, aty do ndërtoj të jetë drejt, të kem paqe. Ju unë çfarë? Shkon punë, si daj, luft në punë. Mos për pronarin dhe një kolekt. Nëse i ke kolekt e mirë dhe pronari. Nëse i ke gjithë mirë ta, ke rrugën që është në orë lartë. Ke probleme, ku di unë, në autobus, trafik. Dhe pasaj të vinë probleme familjare, krijove dhe familjen. Di unë si do e zgjidh jetën. E gjithë dhe unë burin apo grua.
ndëshkoheshim, si jemi në njerëzit, ne duam të ndëshkojmë ata që na bien qafë. Krishti erdhi për na dhënë një model ndryshe. Dhe i thash mirën një herë, mëngjes, i kam thënë tjera. Pse është ajo nga unë kam vendosur ta ndjek Jezusin? Pse të besoj te Jezusi? Pa di pse të besosh. Sepse është më i dashur. Sepse është ai që thot fal. Sepse është ai që tregon sakrificë për tjerët. Sepse të bën ty një burr më të mirë, një grua më të mirë. Bën një shok apo një shoqe më të mirë. Bën që me gjithë meta që shikon ke tjetri, thua prit se Zoti ka i plan. Se po i pam gjitha duken, nuk e di ato ofisja prapë, se do ngemi në muhabetet, po kisha realiteti jetës. Ky kështu, nuk bëhet, pa me vllajën ofisja në Itali. Erdhën ca punëtorë, ta ishin mirë në fillim, po tani fillojnë bëjnë ca manovra të vogla, hile për vete, për interesin e vet. Tash gjë. A janë përgjithësi mirë, po. Një shembull, thuaj atë gabimin që është, por mos kujto se do gjesh për sosë. Nuk ka për sosë. Dhe Krishti erdhi ta ndryshoi zemrën. Prandaj Krishti na duhet për shpirtin tonë. Bibla thot, kur ai hyri në Jeruzalem, ishte një profeci para sa i vinte, që mbreti i mbretërve do vinte dhe do hynte me fakt, historia është me një Krist. Por para se shkojmë historia, Isaia 48, lexoj problemin e madh që edhe unë ilustrova fakte me shembull, tek Isaia 48, i cili ishte sa thamë, rreth 800 vjet para Krishtit. Thuhet, vargje 17-18, kështu thot Zoti, i çliruesi yt, i shenjti i Izraelit. Unë jam Zoti, Perëndia yt, që të mëson për të mirën tënde, që të udhëheq në për rrugën që duhet ndjekësh. Çfarë thot? Sikur ti kishe kushtuar kujdes urtërimeve të mia. Paqja jote do të ishte si një lumë dhe drejtësia jote si valët e detit. Dhe çfarë thot Zoti? Unë jam çliruesi, unë jam krijuesi yt. Unë thot jam Zoti që të mëson për të mirën tënde. Dhe një gjë që mëson kur rriten fëmijët i thua vetëm mos bëj pse bëre, i thua ke qenë babja, apo ke qenë mësuesi. Po ta them për të mirën tënde. S'do ta kuptoj kollajnë. Çfarë prisni? Ne skuptojmë, ne skuptojmë. Sa e na flet Zoti dhe veprojmë ndryshe, në zemër sidomos. Dhe fjala e Zotit thot, edhe për që ne thonë nga Zoti është i mirë, është shumë e shkurtër. Zoti ka për të mirën tonë, Zoti thot të krijova, të modelova, kemi folur, je bërë në mënyrë të mrekullueshme, je unik fare. S'ka paqe, se di pse. Ja, kana njerëzore. Po flitori më i bukur. Unë foto, dhe unë atin këtë tjetër, unë s'kam. Është njerëzore kjo. Që shi, ju rritën vlerët të ti ose kësaj. Po unë, doli ky para meje. Po të gjenë fjallë në Perëndis. Që ti e unik edhe mos pyet fare. Fare, ty ka vjen Zoti, si që. Nuk jam tipi i fiksuar, rregulloj veten, mirëmbajtje, s'ka gjë, gjithë rregullohemi. Unë duket sikur rregullohem shumë me kapë vetë pa. Nuk është se shifem shumë, këtë moshë. Them berberit, se më zonë, fillon berberit, bëj kështu flokët, qell kështu si të bëj. Them unë kam kaluar ato ramon, vetëm i shkurton, grunë e kam gjetë, plus i bëni shaka, nuk do të marri vetëm për bukurinë, se sa të shohin mend pastaj, do të jesh më i bukur i dheu. Përgjithësia, edhe i bëni çik kështu si bisedë. Por duhet të them, Zoti thotë kam krijuar unë. Ti je një qenie që duhet gjesh paqen me veten një herë. Ky është problemi më i madh, ti dhe unë. Dhe nuk na lë mëkati, nuk na lë bota, nuk na lë mishi ynë, që thamë se duhet vinte Krishti mish. Prandaj nuk gjejmë paqe, edhe kur i ke gjitha në rregull apo jo. Bluan për dikë tjetër. Po këndonim ato këngët që është manice, fola pak Marikaj për zemërimin, si jemi ne si njerëz, dhe ishte mbreti Saul, i cili ishte mëkatuar, Zoti ishte hequr dorën nga ai, nuk e respektonin, nuk e ndishte Zotin, edhe ishte gjithmonë në lef. Shpërthente, lidhej. Shpërthente, ta i me ndot gjithë dhe njëra. Situata, e lën veten, s'ka lën kohë si duhet me Zotin, nuk njojmë që është Krishti princi i paqes. Nuk i dorëzojmë jetën tonë atij, që këtu fillojnë ca gjëra që heqin ca tensione. Se tash e ke fëmijë, do të fëmijë, mundojnë për mirë, po ndonjëherë vjen shumë presion. Do të kam pak vend për Zotin në zemër, sidomos për zemrën.
Krishti hyrë në Jeruzalem tani, që jemi tek e djela, Zakaria, nëse disa me ju e dini, rreth 520 vjet para Krishtit, profetizoi që ai do hynte në Jeruzalem. Tani bëj një pyetje. Kush e gjen? Se t'ja kam dhe gjë ku? Një puskesh. Kush e gjen? Ku e nisi Krishti shërbimin e tij? Kush e mban më? Kemi folur një tjetër. Kapernaum, ku? Kam Galiles tjetër, se folëm që si me zonë për gjithë, po aty është, Kapernaum. Po që folëm këtu, thamë një gjë dhe qatë. Shetë bën një që të studiu Biblën. Ditë në Galiles, në Galilen e paganëve, mbani mend, kush ka qenë një djelë? Shumica keni qenë, po se mbani mend. Në Galilen e paganëve, ishte nga Nazareti, u rrit, dhe nuk shkoi në Jeruzalem. Lexuam atë pasazhin që ata sa kishin arrestuar Gjon Pakzorit, ishte paralel si Krishtit, e vran Gjonin, ishin qytet i madh ata, kupton? Kishin fen, kishin parin, mendonin se ishin të fetar të mëdhenj, kishin zhvillimin, se Jeruzalemi ishte krye qyteti, dhe Krishti, sipas profecisë së Isaias, e nisi në Galilen, sa interesante, të paganëve. Se disi ishte për Izraelin të shprehje. Paganëve. Direkt para gjykimit. Po pse s'kan drejt? Po sigurisht që kanë drejt, se paganët që kanë. Po Zoti do të gjithë, Zoti ka një shikon, ka një vizion për te tonit. Ne shohim familjen tonë, veten tonë, ne shohim ta që janë këtu, jo, që të rriten do të. Do të kemi një vizion si Perëndis. Shohim më larg. Edhe ata për nesh ndoshta nuk janë aq rritur, lutemi për ata. Ti nxisim, ti motivojmë. Edhe ata që nuk e njohin Krishtin, si të jemi shembull, drita dhe kripa, që të vinë dhe ta njohin. Dhe Krishti nisi në Galile. Tani që po e mbyllte, erdhi ke tempulli. Erdhi tek kryepriftëri, erdhi tek qeveria, shteti, zona që po vinte, dhe gjithë mrekullitë që bëri. Kjo është manica e Krishtit. Nuk shpërndau pak të shashojnë libër. Nuk shpërndau ftesa. Do vini. Këto ftesa, edhe unë kam 20 ca vjetë dhe duhet vazhduar. Sepse e lë aty dikush mund ta marrë, ti mund të lutesh. Po nuk vjen njerëzit vetëm kemi një program, ne bëjmë programe. Çfarë do të bëjmë? Duhen bërë. Do vinë, do hajnë, do pinë, do ikin, ta vrap. Po duhet të lutem. Duhet të jemi shembull. Sepse Jezusi do sa vjen kjo, si thuhet, triumfusa, triumfusa gazetare. Gjithmonë marrë në kjo pjesë. Si ndoj që tu
nuk e mora, edhe për efekt koha, janë gjetur të shkrime të shekullit 2-3 para Krishtit. Janë gjetur dhe shkrimet Zakarias. Pra nuk po flasëm prallë, nuk po flasëm kush është Zakaria. Janë gjetur, a gjoni zbulim arkeologjike. Është gjetur letrën e Zakarias. Më të hershme, se ne kemi sot këtu, po themi të zbuluara. Dhe thuhet te Zakaria kapitulli 9, vargu 9. Nga zëllome të madhe o bi e Sionit, lësho brit magzimi o bi e Jeruzalemit. Ja, mbreti yt po vjen te ti, ai është i drejtë dhe sjell shpëtimin. E thoni më dikush. Do të ulim ja ta lexoj të tjerë. Pra dhe nga zëllome të madhe o bi e Sionit, lësho brit magzimi o bi e Jeruzalemit. Çfarë më thotë? Çfarë gëzimi? Se nga zëllë. Ja, mbreti yt po vjen te ti, ai është i drejtë, që këtu njerë, po s'pan vetën shtrembër, s'kemi përpar një Jezus drejt. Ne s'kemi për të bërë një drejt. Ai është i drejt dhe sjell shpëtimin. Qa sjell? Thjesht një jetë më të mirë. Qa sjell? Arritje më të mira vetëm. Sjell shpëtimin e shpirtit. Prandaj është profetizuar qindra vite para dhe thotë, i përullur breti mbretërve. Biblia thotë, po dalë që përpara në fund ai do vi me kaq, sepse do jetë pyllja e madhe. Por do vinte për kuptuar ne nevojën që kemi për paqen. Në zemër vjeni për ullur dhe ipur mbi një gomar, mbi një kërriç gomar. Tani, më thoje mua, kur vija fillim kish, isha i fotos, nuk e se kuptoja shumë. Këto termat do hy me kriç. Çfarë thotë? A ky Zoti mbreti mbretërve, unë du një mbret që hy direkt futboll themi me strekanç, e ke parasysh? Vi një fuqishëm. Skuptojmë shpirtin, skuptojmë paqen që kemi nevojë, skuptojmë përullin që kemi nevojë, skuptojmë presionin që duhet të ulim për këtë jetë. Ai vjen i përullur, i ipur mbi një gomar. Kur vjen fillim kishte, di çfarë ka quar? Kafsha ime preferuar ka pasur ujku nga Roma, të simboli Romës, e kisha qejf shumë, ndoshta nga Roma, pastaj duke studiuar, na doli manice që rrugës ujku shiftohej vetëm një herë, ishte një burr një grua, ujku, edhe gjithashtu, ose
në pjergullin më të mirë, I lan rrobat e tij në verë dhe mantetin e tij në gjakun e rrushit. Pra, jep shenjtëri pastërti, por do vi si do vi. Po të vi si luftëtarët e gjykatës. I maruar, ke marrë fund, po të vi si gjykatës, po të vi me kalë, erdha, po të vinte. Se do të thoshte, sa më kate ke për ti pastorandës në shoh vetëm. Ju s'bën sa unë me të Sa? Jo, betohen o Krisht. Betohen po ndryshoj. Aman mirë dhe mundësi. Po të vi ashtu ai, ke mbaruar. Dhe Biblia thotë, Zoti e dinte, ato fillim, unë ju krijova. Ju gaboni, pranoj një herë që je mëkatar dhe gabon. Pranoj që nuk e ndjej planin e Zotit. Mos thuaj e ndjej. Disa nga ne mund t'jetë në Krishtin. Mbase po ndjej me lakmi Zotit, po kalo kohë me atë. Lutju, o Zot, çfarë është plani yt shpirtëror, jo çfarë shoh unë. Jo ai që më duket mua mirë, sepse e di pse në fund, çfarë ka në fund. Do ngelesh gjithmonë dhe ndjen keq puf, grindje me vete, I pasigurt, I paqartë, asnjëri I kënaqur. Do na ndodhin sot dhe kësaj dite. Dhe ai do të vi thotë, si do të një, e gjithë gomarin e tij të vogël, skeptri, mos harroni, do vi nga Juda dhe Krishti erdhi nga linja e Judës, pas mira vitesh. Skeptri nuk do t'i hiqet dhe do vi thotë me gomarin e tij të vogël në pjergull dhe kërricin e gomaricës tij në pjergullin më të mirë, I lan rrobat e tij në verë dhe mantelin e tij në gjakun e rrushit. Jepte sakrificën që do të bëjë. Dhe pastërtinë që do sjellit. Ti dash rrobat në verë, nuk e studiova mirë, po do thotë një lloj dezinfektimi, pastrimi, ti dash në gjakun e rrushit, tregon që ai të japi jetën, të mërkurën e kemi darkën e Zotit për kujtuar trupin dhe gjakun, që ai bëri darkën e fundit. Para se shkonte në kryq, pra profeci. Pra jemi, kush nuk e di po të. Sot I bie që hyri në Jerusalem si mbret, që u premtua mira vite më parë, mërkurën jep darkën e Zotit që dëshojmë ne, që I thotë, hëngri bukën e fundit me dishepujt, u prit si mbret. Hani se ky do jep trupit e gjakun im që do japë ju, për ju u kryzua, diku tek e enjtja, dhe të dielën u, te ndërmjet të sprengës dhe të dielën u i gjallë. Hani,
viu me kajtë, thot ai, me qerre, jemi të humbur. Dhe thot, do t'i zhduk qerret e Efraimin dhe kuajt Jeruzalem. Harqet e luftës do të azjesohen. Harku ishte një nga ato themi të kohës që aty kishte ato si themi avioni sot që gjujnë shumë nga larg do të asin. Harku ishte ajo, që ishte më larg për të vrarë këtë. Qerret ishin më të fuqishme në tokë, apo jo? Themi si tangu sot. Harqet ishin fuqishme për të vrarë, kundër error, sepse do të flasim në gjuhën e kohës. Dhe çfarë po i thot? Se është profecia kjo. E Zakarias. Mbreti juaj thot, kush ka mendje të dëgjojë, që te ata sa vjet para tha? 500 vjet Zakaria. 2000 sa vjet sa ishte. 1600 vjet për Mojsiu, po historia e Judës është 3-4 vjet para në Krishtit. Dhe i thot, ai do vi si principati, ai do vi sjellë paqen e shpirtit. Ai do vi që kur ta njohësh Krishtin dhe ta pranosh si mbret personal, ti do fitosh. Sepse Krishti është, Krishti është psikologu më i mirë i parë. Të shkojmë me mjeku, shkojmë te psikologu, të shkojmë me pastori, te mësuesi, kudo të shkojmë, te prindi do na ndihmojë. Po Krishti është ai që do të japi paqen, kur kupton që i vdekur në kante, kur kupton që ato të arrish të jetë, nuk do të gjesh paqen. Ai erdhi, dhe tani jemi tek ardha, lexojmë vargjet përmbuese, është parada e mbretit, në fakt. Shkojmë ke Gjoni tani. Gjoni kapitulli 12 që ta lexojmë. Gjoni kapitulli 12, vargjet 9 deri në 19. Më të fund Jezusi pasi bëri 3 vite shërbim tha, i nisi nga Galilea pagande, erdhi, zbriti javën e fundit në Jeruzalem. Ishin gjithë ata që kujtonin se i dinin çfarë. Dhe aty do bëjmë mbyllja finale, se kështu ishte edhe profecia e Perëndis. Dhe thuhet tek Gjoni 12, vargjet për nisim që nga 9, për lexoj unë. Atëherë një turme e madhe nga judenjt mori vesh se ai ishte atje dhe erdhi jo vetëm për shkak të Jezusit, një pjesë, por edhe për të parë Lazarin, të cilin ai e kishte ngjallur prej së vdekurit. Para se Jezusi të vinte, bëri atë ringjalljen e madhe të Lazarit. Dhe po të lexoj pasazhet e tjera, ndërhyj pak këtu. Shumë njerëz e ndoqën për tham për gjithë shërimet, bekimet, po kur bëri këtë ringjallje, këta në Jeruzalem pjesa më e madhe tha, jo ta bën Jezusin, okay ky po. Priçoni as Lazari që e ka ringjallë gjithmonë dyshues, kur të kënaqur, asnjëherë për ulur, por gjithmonë shohin as e vërtet. Dhe po si e pastaj ka godas. Dhe thot, atëherë kryen priftërinj, bën këshill ta vrasin Lazarin, edhe Lazarin. Sepse për shkak të tij shumë nga judenjt shkonin dhe besonin në Jezusin. Të nesërmen, një turme e madhe që kishte ardhur në festë, kur dëgjoi se Jezusi po vinte në Jeruzalem, kjo foto simbolike që kemi. Çfarë bën kur dëgjoi turma se Jezusi po vinte në Jeruzalem, dhe çfarë feste ishte? Ishte festa e Pashkës, që çenjën e sakrificës, kohën Izraelit doli nga Egjipti. Imagjino sa e mrekullueshme është që dhe Krishti u kryqëzua kohën e Pashkës. Sepse do ishte Pashka e për sosur. Pashka do të pas kalim, nga vdekja dhe jetë. Kjo është fjala Pashka. Dhe Krishti erdhi në këtë festë, hyri në Jeruzalem, dhe kur turma dëgjoi se Jezusi po vinte në Jeruzalem, morën dek palmash, që ka qenë gjithmonë simbolik për vend tuca dek palmash, siç e shikonin, dhe po kërkoja një 4, dhe sa një vend turmë, vllai pas kohë më parë, s'kishte palma, si e palma vëllai. Janë kalkur, kur ishim një vit me çimin me Gloria kemi qenë, si ajtuta, ku të pret palma rrugëve, që ne i dekën, më thonin, në shtëpia sa këta vjetin palma. Sepse ishin edhe pa prera, i linin kështu, rrugëve, nese, shkova, dhe ne krasitën edhe bukur, përdojnë dhe këtë kisha. Mëse 8 dek ishin, 2, 8, 4, 6, 8. Por, nuk gjej vëllai. Shi dyqan Kur'an, kishin ja 2 palma nga e bukura, tash ti them njëri po sa të sqaroj ta unë. Do thonë, na i presësh, si ti presësh, po dali shtrenët. Nëse dori ky dekor që është për kujtuar, por
na shpëto. Osana do thotë na shpëto o Krisht. Osana në lartësi, shpëtimi vjen nga lartë në shpëtimi, po ku e kërkojmë ne këtu? E këndonin dhe këta. Po këta e kishin mendje na shpëtoi që nga qeveria romane, na shpëton nga taksat, na shpëton nga hallet, na rregullon spitalet, na rregullon shkollat, na rregullon kushtet e jetesës. Çfarë kanë? Janë të këqija ato, gjithë të mira. Po nuk është thejt i problemet. Se shpirti ynë do ngelet përsëri pa paqe. Dhe thuhet, dhe Jezusi gjeti një kryq, o badani. Okej, kryqin ky e kishte lexuar histori. Mund të thoshte Krishti, mund të themi ne, unë e pyesja vetëm ti, po më atë ka lexuar. Shkoj gjeti kryq, që është greta, tash e kam në salë. Gjeti një kryq, edhe unë po t'isha që dua të dalë si Krishti, apo jo? Të që një kryq se hyte kështu. Po ku t'vjen turma? Si do organizoj kjo bashkëndar ftesa? Pa parë njerëzit me sytë e vetë, prandaj në Biblia është një libër real, nuk flet një u zgjuar gjumi mra libri. Të janë mira vite profeci, por nuk janë shaka, janë regjistrime të shkruara. Ky është libri i parë i dokumentuar, e them shpesh, sepse një gjë që gjithmonë vriste mendjen dhe zemrën ishte e thot Biblia. Po, si sa më rritur, po më le ta thot Biblia, okay. Fjala e Zotit, okay, miqë dëgjova fjala e Zotit, po pse është? Është libri i parë, është libër që ka shkruar 10 veta, profesione të ndryshme, për mira vite histori, ka të njëjtën temë, ardhin e shpëtimtarit për ne, shpëtimin e shpirtit, se ne u larguam nga Zoti. Dhe Krishti tani, jo rastisht, sigurisht e dinte profecin, sa i filloi të shkruanin, gjeti një kryq, hipi mbi të, siç është shkruar, mos ki frikë o bie Sionit, apo jo, që e thoshte Zakaria. Jam mbreti yt po vjen, duke hipur mbi një kryq gomare. Në fillim i dishepujt e tij, dishepujt 3 vjet, u prap manitën, bëhet që para gjykus, 3 vjet me Jezusin, kujdes se na duket vetja mund 3 vjet me Jezusin. Shosh mrekullit, kohë në kohë. Por e keni ide që do të thotë ishte Jezusi po kështu. Se nuk e di ajo me duhet. Ki ide 3 vjet me Jezusin? Sigurisht nuk kishte sprovën e tyre, po kemi ditë 3 vjet me Krishtin apo? Ke ecë me atë, ke ëmbër me atë, ke fjetur me atë, ke parë si e sulmoni. Edhe me nuk e di a lexojmë Biblën si duhet, dhe i themi frymë Zotit, ma kuptoj, se më duket s'kuptoj mirë. Po e di unë aty ke vetë im. Kuptoj me çfarë? Nuk i kuptonin, sigurisht nuk kuptonin, se janë njerëz ata, por në kohën e tyre. Kanë të kohën e tyre. 3 vjet me Krishtin, e ta fjalë. Kemi një mik si Krishti, dhe ne tani pretendojmë se dim ca vargje, a dim kish djelave për shembull, lafti Zotit, mëse do të mësova, të ardhur kështu. Mos pretendo se ke kapur, ose ti s'ka lënë kohë, ose të thon çfarë por Jezusi, si sillej. Ai kishte paqe, ai e dinte, apo jo se prokurën do t'i thoshte, do më kapi tani se brenda erdha, nuk erdha të jetoj gjatë, andi sa ta, me kapi 35 tani, do Zoti jeton 95, 105, do thoshte ka deri çfarë 95 rrezë. Që ka deri po shkon në 10, do të shtyj çik moshën lart. 105, 115. Është bekim kemi jetë gjatë, Biblia flet, por nuk është ky qëllimi i jetës. Nuk është ky qëllimi i jetës. Qëllimi i jetës është gjen princin e paqes, të shpirtit tonë. Sepse ai 33 vjeç e ditë që do shkon te kryq, e tha, prapë është kënaqësi, e përuli veten për ta shpëtuar. Dhe thuhet këtu, në fillim dishepujt nuk i kuptonin këto gjëra, pra s'ka gjë ku s'kupton, ka një kohë për mos kuptuar. Po s'kalove kohë me Krishtin, edhe me shembullin e tij, po s'hape zemrën, nuk do bëjmë të një gjë të madhe që mbletet. Mund kemi munduar me kishash, te ky zbulesës flet për kisha që kishin emrin, po gati se ekzistonin. Dhe thuhet, por kur Jezusi ishte për lëftuar, presim ringjallje të dielën, ky i dha shpresë atyre. Ky ishte ajo që i muri ka parë. Atëherë kujtoan se këto ishin shkruar për të dhe që kishin bërë këto për të. Kështu turma që ishte me të kur ai kishte thirrur jashtë Llazarin nga vari dhe kishte ringjallur prej vdekurit, jepte dëshmi për të. Prandaj dhe turma i doli përpara sepse kishte dëgjuar se ai kishte bërë këtë shenjë. Atëherë farisejt kanë një distyre.
s'ke paqe shpirtërore, pra ai për këtë erdhi në shpirti yt, mos do t'ja dinë thonjë za, çfarë lutra shka, por të ketë paqen e brendshme, të njohje Zotit dhe sigurisë jetës përjetshme. Dhe tek Isaia 9:5, kur do vinte Krishti, ishte profecia, e mbani mend, sepse na ka lindur një fëmijë, një djalë na është dhënë. Disupet e tij, është profeci para se vinte Krishti, do të qëndrojë perandoria dhe do quhet këshilltari i admirueshëm, ja psikologu, më i mirë. Se mos thotë njëri shkojnë psikolog, kur ke nevojë dhe të ndihmon, lapi Zotit, se duan të një mendim profesional. Por është këshilltari i admirueshëm, perëndi i fuqishëm, ati i përjetshëm, siguroj përjetësinë e shpirtit, jo vetëm një jetë toksore që thash, kur the kohën brava se do të shkon gjithasë do ti, kur, dhe princi i paqes. Sepse do vinte princi i paqes. Ai do vinte për sjell paqen dhe Krishti është burimi i paqes shpirtërore. Tek Luka 2:14, paqja do vini tokë. Thuhet, lavdi Perëndis në vendet më të larta, mbani mend kur lindi Krishti, kënduan engjëjt. Dhe paqja mbi dhe përqind të njerëzit. Pra, burimi i paqes është princi i paqes që erdhi për ne. Na e tregoi me jetë, dikush thotë se erdhi Krishti, erdhi ne s'po mësojmë duke parë shembullin e Krishtit, se kollajnë nga teoria. Ai se fjalë që u përmish. Burimi është princi i paqes, paqja erdhi mbi dhe. Dhe tani, Gjoni 14:27 që ato, paqen time po ju lë, po jo si e lë, paqen time po ju ajap, unë po ju ajap, po jo si e jep bota. Zemra juaj mos u trondit dhe mos u friksot. Dhe çfarë është manice? Krishti thotë unë kam ardhur të sjell një paqe që nuk vjen se e bota, nuk vjen nga arritjet, nuk vjen nga planet tona njerëz, nuk vjen. Nuk e gjesh paqen. Vjen vetëm kur ti bën Jezusin mbretin e zemrës tonë. Kur kupton që ai erdhi mbi kryq shkomare, që të shkonte ku? Në kryq çfarë tha si për ulur, sillte ishte Shiloh që do sillte ose Shalomi, që do sillte paqen. Që çdo njeri ka rënë sa fëmijë, më kujtohet tani, sidomos gjatë kohës Bayramit, kanë kopshi, kanë të afër, nuk është se po ecin, po. Selam aleikum për tasin e tëra. Po ndajër nuk shohë që jam aty. Sa kanë pasur gur, nuk po them tritur, po flas pak fëmijët, kanë erdhur vezë. Do njëri nuk e din, do njëri gjumoja unë brava i ka dhe oh, të një vëzdeshëm. Po kujtojmë tani. Çfarë patrashe, po lozi. Edhe, po kujtojmë tani edhe i thosha, selam aleikum, selam për Shalomi që vjen nga Bibla. Është Krishti që është Shilohu, është ai princi i paqes. Një njeri që beson Krishtin, nuk shkon tallet as me muslimanët, as me krishterët. Po them, ai që kupton. Ai që paqen në zemër dhe madje shikon atë që ne mund ta quajmë kundërshtar, dhe shikon si ta fitojmë Krishtin, që gjithë vërtetën për të mirën e shpirtit të tij. Jo për ndruar fen. Fitojmë fen ton, nuk ka lidhje, do ka lidhje me të vërtetën. E mira viteve, nga ardhjes Krishtit që jemi 2025 pikërisht, pas kësaj historie manice, prandaj në vitin 2025. Sepse ai është princi i paqes, kur e njeh, e solli mbi tokë, po jo kështu. Në kishë në botë e solli në zemrën tonë, çfarë thotë? Thotë, po ju lë paqen jo si ta e bota. Jo për të rregullosh gjitha. Sistemosh gjitha. Por ta jap në zemrën tuaj. Prandaj thotë mos u trondit dhe mos u frik. Sot. Në mbyllje një ilustrim po jap që lexova dhe mendoja vetë, fliste për një grup bretkosash, do të thonë që nga bretkosash. Ishte ilustrim, unë mund ta bëja edhe njerëz, dakor? Po kështu ishte. Dhe fliste një grup bretkosash që
ikim se I vinë edhe qik ndërgjegje, ke parasysh? E vazhdon të hidhe për koca, hidhe, doli. Doli për koca. Si doli më s'ka qovi që tam, rria të, si a dole? Po tani u mërzit e ta. Për koca që ishte brënda, nuk fliste. Nuk gjonte, nuk gjonte. Dhe vetëm mund të fliste dhe me shenja I tregoj që kujtoja se ju po motivonit. Ja punit shumë, gjithu, ju po shumë, unë vazhdo those. Dhe qa është ilustrimit e? Ilustrim shumë I thjeshtë. Ilustrimi është që në këtë botë, që do të Krishti, nuk ju alë paqen si që e bota. Nga njerë njerëzit na motivojnë edhe për mirë, nga njerë na motivojnë për keq, sidomos xhelozia, inati, smira, egoizmi, bizotron fatkeqësisht, sepse jemi të mish, bizotron. Dhe po qove, po pe, qa bëjnë tjere, qa thonë, si silën, pase silën e keq me ty. Po u morë me këtë, tu me gzime. Pse a doli a për të kosa? Se të ishe morali I historisë. Ja doli sepse kujtoj motivimin, mendoj me vetë, unë s'dalë kur, po e që po më thonë, po mundohet. Ndaj duhet gjema zërin, mendoj unë, që vjen nga marrëdhënia personale me të. Duhet gjem zërin e Krishtit. Të kalojmë po me Jezusin. Në njerë bëj shaka, po të ndëm e vërtet, të ndëm familje, të ndëm familje, është gjithë të vërtet, në gjëri që ato të zotit. Jo si menqër, jo, se njo zemrën time. Por duat të kem atëritjen time, duat njo Krishtit, duat më motivoj Krishti, nëse na jep lavdile, na japi Krishti, por të tjerëve duat jap respekt, po lutem, për rrugje, si të shohin që edhe unë isha tipur ndoshta kaq keq, po u bëre që më mirë. Sepse Jezusi punoi zemrën time, jo të tregoj çfarë bëjon sa I mençur jam. Këtë ta tregoj me shembull, mençurinë ka një kohë me Zotin. Gjej paqen e Krishtit. Sepse deri se ja vërtosa që kur gjona zërin e Zotit, mund t'ja dalësh. Motivohesh, po ta nuk lë, me njerëz ta lën njerëzit për rreth nesh. Vetë familjarët tanë nuk pastaj. Miqta. Dhe Krishti erdhi për qenë breti edhe njeri kujt? Zemrës tonë I paqes. Dhe ta njerëzit prandaj dhe ku ka histori më manice, direkt popullit turmat, javën tjetër. Që do thonë? Kryqë, s'na zgjidhi problemin shkollës, s'na zgjidhi problemin e punës, s'na zgjidhi problemin e taksave, s'na zgjidhi problemin e pavarësisë kombit. Në doli më. S'na zgjidhi, s'do mbroj kombit, do ta mbroj, por nuk është ky thelbi. Thelbi është shpëtimi dhe paqja e shpirtit. Dhe këtë bëri Jezusi për ne. Dhe diçka tha Jezusi, me që më kujtohet tani. Ky tempull do shkatërrohet, I tha, dhe pasi Krishti vdiq 33 vjeç, në vitin 70, kur ta që e kryqëzuan, se thanë, po se prandaj edhe sot e kësaj vite, shumica e Izraelit nuk e pranoi Krishtin si shpëtimtar. Andaj zgjidhin neve. Dolën ata të luftën Romën dhe gjonë në mendje, në vitin 70, jemi 2025, historike. U shkatruan muret e tempullit, u robrua populli dhe kombi Izraelit, me çfarë mbajmëndun tani, deri në vitin 1948, në që lufta që bëhen Palestinë, Izrael, Iran, deri në vitin 1948 nuk ishte një shtet, ishte shtetin e vetë pavarur. Ishte gjithmonë I sunduar dhe Zoti nuk bën shaka. Kur thotë s'do kesh paqe, s'ke bën pas paqe, dhe t'jesh Izrael. Tani, çfarë do thotë kjo? Që mos thotë ndonjëri çfarë do thuat. Janë mirë ata që e pushtuan. Ata janë dhe më keq. Sepse ai popull nuk u lat këtë kombin si Shqipëria shpëtoi, I them shpesh, 500 vjet u pushtuan nga Turqi, s'kishte, pse ishte e madhe historia e Skënderbeut, po, por dhe historia e Nacionalit. Sepse ishin 500 vjet pa shtet. Dhe prandaj ne kemi një lidhje në të kuptim me Izraelin. Ata u lanë pa shtet, ama e psuan vetë. Sepse vranë princin e paqes, dakor? E zgjidhim ne me politikat tona, me mençurinë tonë, edhe deri kemi bërë histori. 1948 nuk është mos gaboj? 2000 vjet gati. Robëri u shpërndarë në përkohë. Zoti nuk bën shaka. Dhe ka më keq se sa të humbësh
falenderoj Zot për këtë mrekulli që është shkruar, kaq reale o Zot, kaq e vërtetë, sidomos kur njohim mendjet tona, kur njohim veten tonë, kur njohim emocionet tona, kur njohim egoizmin tonë, mishin tonë, Zot. E them shpesh për ti, nuk kemi qenë jashtë, ti na ke krijuar me mirësi, ti na ke vendosur dashuri, ti na ke dhënë dinjitet. Por ama kur ne shkëputemi nga marrëdhënia me ty, o Zot, nga njohja jote thellë zemër, nga bashkësia me Krishtin, siç e përmenda me dishepujt, o Zot, nuk e përmenda kot. Të rish me të. Sigurisht është e vështirë të kuptoj, sepse natyra syt tanë nishi që pak për te asaj që sheti dhe që do t'i qojë. Që lutem o Zot, ndihmo disa nga ne, që këtë histori ta marrim kaq rëndësishme në zemër, Zot, të presim ty o Krisht, jo si shpëtimtar thjesht të mishit, apo një jetë më të mirë, po si atë që nuk do lejosh zemrën tonë, Zot, tronditet, sepse ti ke siguruar paqen e përjetshme. Ke siguruar dhe paqen të jetë, kur kërkojmë planin tënd, jo tonë. Pritshmëritë tona na sjellin ankth shpesh herë. Jo shumë në botë, shpesh herë jemi ne, Zot. Pritshmëritë për veten, pritshmëritë për fëmijët, pritshmëritë për të tjerët. Na ndihmo të ecim me ritmin tënd, o Zot, të lutemi ty, kërkojmë të bekohesh shpirti i njerëzve, shpirti i njerëzve tanë. Të kena paqen e sigurt të hyrjes tënde me Krisht, jo me kaq. Të falenderoj që pate kaq mëshirë, o Zot, saqë erdhe, u prite kaq mirë për të shkuar në Jeruzalem drejt kryqit. Falenderoj që ky është motivi më i madh për të ndjekur një besim, motivi i dashurisë dhe sakrificës tënde, jo i veprave tona që nuk krahasohen as pak atë që bëre ti. Bekoj njerëzit tu, o Zot, falenderoj edhe një herë për ata që janë në Krishtin. Na ndihmo, Zot, mos të kënaqemi me kaq, shqyrtojmë veten sa afër apo sa larg te jemi dhe shembullit tënd. Ndihmo ata që nuk e njohin Krishtin, o Zot. Kuptojnë që tu nuk bëhet luftë për të sjellë njerëz në një fe. Tu bëhet luftë për të gjetur të vërtetën, të shpërtojnë shpirtin e tyre, o Zot. Jo thjesht t'japim mësime teorike, poshtë, por që të ngopin shpirtin, o Zot. Të shohin realitetin e këtyre vargjeve, e këtyre fjalëve, e një jetese, o Zot, që shkon për te fjalëve. Është ajo që ne i ofrojmë njëri tjetrit dhe botës. Paqja jote. Na ndihmo të kemi paqe me veten, me ty, dhe ta shfaqim këtë, o Zot. Beko, o Zot, edhe vazhdimin e kësaj jave. Falenderoj që kemi privilegjin të kujtojmë këtë histori, kaq të vëra, o Zot, që kanë bërë në përjetësi. Ty qoftë nderje dhe lavdia në emër të Krishtit lutem. Amen. Mirë, shumë faleminderit për xhimin, ishte bekim sot që ishim në shtëpinë e Zotit. Mos heqim dorë në kurrë, do jetë një shërbes e veçantë për degën dhe varrosjen dhe Malena dhe Sven shpresojmë rinjalljen edhe me pagëzimin tjetër. Ngrihemë së bashku në këngë, ta mbyllim me një këngë. Break me, break the